Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Jam një burr 44 vjeç dhe kam një mik shumë të ngushtë, me të cilin njihemi prej shumë vitesh. Kemi ndarë bashk të mirat dhe të keqijat, e madje dikur kishim hapur edhe një biznes bashk. Bëhej fjalë për një restoran me gatime tradicionale pak jashtë qytetit. Punuam fort për të. Unë merresha me blerjet, shkoja që në 5 të mjesit në treg për të zgjedhur mishin dhe perimet më të mira, ndërsa ai mbante llogarit dhe priste klientët. Për disa vite puna na eci shumë mirë, por pastaj filluan problemet. Konkurenca u shtua, qiraja u rrit dhe shpenzimet u bën të papërballueshme, e u detyruam ta mbyllnim me shumë humbje. Shpesh, kur bizneset dështojnë, miqësit prishen për shkak të lekëve, por ne jo, ne nuk patëm asnjë fjalë të keqe me njëri tjetrin dhe miqësia jon mbeti po aq e fortë sa ditën e parë. Shoku im jetonte në një shtëpi private me një obor të madh, e unë shkoj aty pothuajse për ditë. Ai ka dhe një motër më të vogël. Ajo tani është 35 vjeçe. E për një kohë shumë të gjatë, ajo nuk ka jetuar në Shqipëri. Ishte martuar shumë e re dhe kishte ikur jashtë shtetit me burrin e saj. E ne e shihnim vetëm kur vinte për ndonjë dasëm ose për vit të ri. Por jeta e saj ka patur edhe të papritura. E pasi kaloi disa vite të vështira në martesën e saj andej, gjërat i prishi përfundimisht. U ndan nga burri dhe u kthye në vendindje për të filluar jetën nga e para. Me qenë se prindrit e tyre nuk jetojnë më, ajo erdhi të jetonte tek shtëpia e vëllaut. E kthimi i saj e ndryshoi pak jetën e asaj shtëpie. Me parë, unë dhe miku im uleshim në obor, pinim kafe, e shtëpia ishte shpesh mjaft e çrregullt, si shtëpi beqaresh, pasi shoku im jetonte vetëm. Por tani kishte gjithmonë një dorë gruaje. Shtëpia mbante erë gatimi. Oborri ishte gjithmonë i pastruar e me lule të mbjellura, sepse ajo ishte gjithmonë aty duke u marrë me punë. Gjatë javëve të para pas kthimit, ajo ishte shumë e heshtur. Kishte hallet e veta, e ne flisnim shumë pak, vetëm ndonjë mirëmëngjes ose mirëdita, e dukej shumë e lodhur nga stresi i ndarjes. Por sa më shumë kalonte koha, aq më shumë filluam të bisedonim. Shoku im kishte filluar punën në një servis makinash, e punonte deri shumë vonë, e unë shpesh e prisja tek shtëpia e tij. Unë dhe motra e tij uleshim në verandë, e ndonjëherë në dhomën e ndenjes dhe flisnim me orë të tëra. Ajo me tregonte për vështirësitë që kishte kaluar jashtë, e ndërsa unë i tregoja për hallet e mia dhe për kohën kur mbanim restoranin me vëllain e saj. Gjatë atyre bisedave, po vija re se ajo ishte një grua shumë e ditur. Ishte tamam ashtu siç duhet e ishte çdo grua e asaj moshe. Kishte një edukat dhe një maturi që më tërhiqte tej mase. Më tërhiqte shumë,
pavarësisht se e dija fare mirë që ishte motra e mikut tim më të ngushtë. Por një ditë, rreth orës 5, shkova si zakonisht tek shtëpia e tyre. E porta e madhe e oborrit ishte e lënë pak e hapur. U futa brenda dhe pash që makina shokut tim nuk ishte e parkuar tek vendi i zakonshëm në obor, por edhe dera i jashtme e shtëpisë ishte po ashtu e hapur. Hyra në dhomën e ndenjës dhe e gjeta vetëm atë, po hekuroste disa kemisha të vëllaut e saj mbi tavolinë. Ku a kam shokun? E pyeta unë sa po hyra. I thash akoma s'ka ardhur, apo ka ikur tani? Jo, mu përgjigja jo, akoma s'ka ardhur, ndërsa la hekurin e rrobave me një anë. Sa po me telefonoj, tha ajo. Dhe ti ke ardhur në kohën e gabuar, sepse ai me tha që ka shumë punë e do vonohet, ndoshta edhe 2 orë të tjera. Pas kam ardhur tamam në kohë, i thashon, po e pres këtu si për ditë. Çfarë të bejon? Me mirë të ri këtu me ty, se sa të sillen vërdall në qytet, i thash asaj. E shkova ula si në shtëpinë time, në kultukun pranë dritares. Por edhe ajo nuk e zgjati me shumë. Shkoj dhe me përgatiti një lëng frutash. E u kthye, duke ma sjell gotën me lëng frutash që kishte mbushur edhe një gotë për vete. Mua ma la gotën mbi tavolinë, ndërsa gotën e vet e mori me vete, e ul në kultukun tjetër pak me tej, e nuk ul pran meje. Atë ditë fillova t'i flisja pak më ndryshe. Fillova të flisnim për të ardhmen e saj e t'i bëja ca pyetje që mua më interesonin. Por ajo me tregoi se ndihej e pasigurt dhe me tha nuk e di nëse mund të gjente një punë të mirë këtu, apo nëse jeta e saj do të mbetej thjesht duke u kujdesur për shtëpinë dhe për vëllaun e saj. Mos thuaj ashtu, i thashon. Ti je një femër me shumë vlera. Fakti që ja dole mban jashtë shtetit e u ktheve e fort pas gjithë atyre problemeve tregon që mund t'ja dalësh kudo. Unë e di shumë mirë se çfarë gruaja je ti dhe ta di akoma më mirë vlerën tënde, i thash asaj. Ato fjali pëlqyen. Ajo uli gotën mbi tavolinë, duke mos folur asgjë. E unë e shihja që e kishin kapur emocionet. Ra një heshtje e çuditshme aty mes nesh, sepse, me të vërtet, që ato fjalë ja thash ashtu si që mendoja, por nuk është që nuk doja ta bëja dhe për vete. E dija që kishte ardhur koha që gjërat e merrnin një drejtim tjetër si për mua dhe për atë. E unë ngrita nga kultuku dhe i shkova përpara, e duke i dal fiks përballë saj. Ajo friksua pak e unë ngrit me një herë në këmbë. Pa një herë nga dera e shtëpisë, e pastaj me njanoj kokën dhe shikoj edhe derën e oborrit. Çfarë po bën, tha ajo. Ç'ke që mi ofruar kaq afër? Dhe iku pak më mbrapa. Të lutem mos, tha ajo. Mund të vi vëllau nga momenti në moment. A sheh që edhe dera e oborrit është e hapur, e mund të hyj dikush edhe nga komshinjt për të kërkuar diçka. Si vjen kështu? Pa me lajmëruar dhe mundohej të bërgjeste, me tha ajo. E frika asaj ishte justifikuar. Të na gjente vëllau i saj në atë situatë ishte fundi një miqësie 20 vjeçare, por unë nuk mund të bëja me asnjë hap pas, sepse e kuptoja që ajo nuk ishte frikë nga unë, por vetëm nga njerëzit e tjerë që mund të vinin.
Ju ofrova edhe me pran aty në mes të dhomes. Edhe po të vi kush, i thashon, unë do të ikit direkt nga kjo dritarja këtu mbrapa dhe s'me sheh njeri, ti mos ke frikë nga të tjerët. Ajo u habit nga ajo që i thashon, e ashtu me frikë busjesh i pak. Zgjidhja ime, aq e thjesht, për një problem aq të madh, sa i vëllau i saj, e bëri të relaksohej plotësisht, e ja mbusha mendjen me atë fjali. E kuptoj që unë e doja atë moment dhe se kisha ndërmend të largohesha nga shtëpia. E unë, si thash me asgjë, por ajo nuk po ikte me mbrapa kur unë shkoja t'i ofrohesha. E aty, pran dritares së hapur, e putha drejt në buzë. E edhe ajo, me përqafoj me duar, e ma ktheu puthjen. Gjërsa po putheshim, me një rendor, i mbylla dritaret. E pastaj, e ngrita hopa, dhe shkuam. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.